E kam shumë pasion artin, pëlqen edhe thash pse jo. Du me shku në art edhe po vendos. Qysh e vogël, mirëna me art edhe postoj në rrjetet sociale, gjithë më ka interesu, edhe kum desh me çu në një nivel pak më nalt edhe me bë tamam karrierë. Është e rrollë te pjesa e artit, te shqiptarët, edhe nuk e nash e gjen shumë suportin, po unë kam pas fat që i kam prind suportos këtë aspekt. Ndimi është i jemi, fond. Amo kam qef me ngu edhe këshillat e tyne, se janë njerëz që më intereson opinioni tyne. Punoni, studioni këto? Jam të studiu, tash për momentin të shku në reporting house, galeri. Çka po studioni? Art dhe media digjitale. Profesion shumë i mirë. Faleminderit. Se pikërisht e zgjodhe këtë profesion? E kam shumë pasion artin, pëlqen edhe thash pse jo. Du me shku në art edhe po vendos. E vlen me art më marr në vendin tonë. Mendoj që ja vlen, përderisa nuk ka shumë konkurrencë, pse jo me gjallënu ma shumë artin, është mundësia e mirë përmes rrjeteve sociale e tjera. Pse artin e pse diçka tjetër nuk i gjall? Nuk e kom pa vetën lidhur kon, po te arti e du shumë, kështu që e gjej vetën çdo mas njëri. Pse të lindi kjo ideja me art më marr ty? Jo qëllimisht do të thaj, si le kanë dhuntin në moshën e re që vazhdon me pas diçka që i pëlqen. Po, qysh e vogël, mirëna me art edhe postoj në rrjetet sociale, gjithë më ka interesu, edhe kum desh me çu në një nivel pak më nalt edhe me bë tamam karrierë tash. Edhe tash me studime mirë po më shkan. Si e sheh veten pas 10 viteve? Pasi që e mosh më e re në art profesionin tonë. E shoh tu bë ekspozita. Po ekspozita. Po. Besoj që do t'ja dalish e suksesshme. Besoj. Po mbështetjen e familjes, sa i ke kështu? Po, në fakt mami gjithë më ka suportu, më ka thonë shko për art, se ti ta dhe qito dhe gjithë mundi kom mos prind shumë suportu, sa dhe pak është e rrollë te pjesa e artit, te shqiptarët, edhe nuk e nash e gjen shumë suportin, po unë kom pas fat që i kam prind suportus këtë aspekt. Po si e sheh këtë lidhjen me familjen, na trego pak si e ke lidhjen me familjen, sa je afër për gjërat që dëshiron, edhe vetë me mamin me këto. Me familjen jam shumë e lehtë, jam shumë e qetë me ta, mirë, kaloj super. A çdo mendim që e marrësh, domethënë konsultohesh me prind para se më konsultu me dikon tjetër? Normal, më intereson opinioni dhe i prindve, familjes, shoqënisë, po apet normal vendimi është i jemi, fond. Amo kam qef me ngu edhe këshillat e tyne, se janë njerëz që më intereson opinioni tyne. Ti le ke më shumë kritik. Babin a mamin? Për gjëra që nganjëherë nuk pajtohen, se janë prind, nganjëherë din me... Nuk e di, nuk kom po diçka nashta shumë që më kanë kritiku, nuk më ka rasti me do diçka që më kritiku shumë, po mirë, faj. Po për kritika ka edhe për të mirë po flasim. Kritiku t'jep diçka që domethënë në aspektin pozitiv. Gjithë më kanë shtyr, nashta edhe që ata edhe kam shumë motiv, me vazhdu me vizatu me bo art, se gjithë më tojnë vazhdo që shtë të shkum. Atyre vajza që të mos të dëshirojnë që ka një pasion i ëndër, çfarë ishe thonë për jetë diçka, një mesazh? Një mesazh, vazhdoni me ndjek ëndrat e juve, edhe pse nashta tjetë më me thonë, ju nuk ban, ju ashtu, edhe këshire punën tonë, nëse te një vetin që atë mirë, keme më rri, edhe veç ma shumë të rëndësishme puna, se sa qëfar drejtimi po shkën, se i punëtore kemi ja dalë. Shumë gratësi, të uroj shumë sukses e ty, të uroj më të mirat.